S'ki qore pa thonë krenar, sa është edhe dita e flamurit, po me gjithë se këtu s'kemi pas flamur, jemi shumë krenar, pse e ngritëm. Është një emocion i veçantë, se me petkën e këtij flamurit ne kemi luftu edhe kemi pas ëndër tjetë simbol i kombit, valvitet lirë në trevat shqiptare. Ma përpara kisha dash me pas flamurin e Skënderbejut të Trojes Bashkuar se sa këto, po edhe këj bon. Këndu himnin në xhami dhe për herë të parë sa diun në histori kënohet një him kombëtar në xhami. Jemi në safari ku disa veteranë dhe invalid të luftës kanë vendosur që ta ngrisin flamurin këtu në bord të xhamisë. E veçantë e këtij takimi është se për herë të parë himni i flamurit do të lëshohet në minaret të xhamisë. Për me pa më shumë ndjekeni videon vazhdim. Është momenti i ngritjes të flamurit, ku bashkë me hoxhën dhe me veteranë të luftës, po bojnë organizimin e ngritjes të flamurit. Përshëndetje. A vë urime festa 21. Dhe juve urime. A mundesh më tregu që shkoni tash? Po s'ki qore pa thonë krenar, sa është edhe dita e flamurit, po me gjithë se këtu s'kemi pas flamur, jemi shumë krenar, pse e ngritëm. Ti si ish luftëtar këto ditë, këto festa, çka të vjen mend që të kujtohet ditë kalues? Po tash me nismi i përshkruaj janë shumëta, po kjo njerë për momentin është më e rëndësishme për neve. Urime festa të gjithëve, dhe kjo është më shumë se festë, nuk është festë, po është identiteti joni kombëtar. Duke filluar nga Skënderbeji 1943, pastaj shpaqëmoni të motivuar, duke marrë për karte atë dhe shoqë të tjera, dhe dala publiku çekës në 28 mars 1997. Unë jam kryetari i bashkisë lokale, Sofalis, dhe kjo ka qenë ideja mia dhe këshillit të bashkisë. Edhe është financuar edhe për këshillit të bashkisë dhe neve dhe donatorëve këtu. Ideja është që po na jem musliman, po jem shqiptar, mbi gjitha jem shqiptar, por që të ka qenë edhe qëllimi për me ngrit flamurin pikërisht në xhami, se kjo xhami është e jonja, edhe po nuk kum dash me lidh mes fesë dhe kombit, po më tregu që kombi është mbi të gjitha. A ka qenë mbështesje Bashkia Islame për këtë gjë? Po kum kërkuar leje zyrtare nga Bashkia Islame, edhe ka leju e leje mu këndu himnin në xhami, edhe për herë të parë sa diun në histori kënohet një him kombëtar në xhami. Edhe kjo mu më pëlqen dhe ndihem krenar për këtë, për arsye se të më kuptu që këto është tokë shqiptare, është Shqipëri, dhe dojmë më valu flamurin junë kudo, edhe në xhami, edhe në kish, edhe në teqe, edhe kudo tjetër. Çfarë thirrje ki për gjithë shqiptarët ose në mesazh në kështu? Unë kam mesazh që mos e pari të ndihen të gjithë që jemi shqiptar, mos të harrojmë kjo, sepse kjo nuk është vetëm festë vjetore, po mbi të gjitha është identiteti jonë kombëtar, që buron nga koha e Skënderbejut 1443, duke vazhduar Ismail Qemali sa buletini deri te Adem Jashari dhe dalja publiku që ka domethënë, është festë që neve na bën mundi shumë krenar, edhe që jemi shqiptar, por shtatë është diçka që është më shumë se festë.
Faleminderit, urime dhe gjithë shqiptarë kudo që janë. E po që ishe pjesëmarrës në këtë organizim Ditës së Flamurit në Sofali, ja unë më fol pak më shumë që shpënjihësh këtë festë, këto festat kombëtare që janë si 17 shtuti, 28 nëntori, Dita e Flamurit. Po sot është një ditë e madhe për popullin shqiptar përgjithësi, po faktikisht për shkurtoj pak kur le të jetë urime në gjitha në troje shqiptare, po më përpara kisha dashur me pas flamurin e Skënderbeut të troje bashkuar se sa këto, po edhe ky bën, kështu që uroj gjithë shqiptarët kudo që janë në festën e Ditës së Flamurit, urime ditës së QK-s, edhe mjashtarët e gjithë. Është nëndori që ka festa shumë pa ndalshme edhe, nëse është vështirë me i përmbledh, unë i përmbledh edhe në për libra në për e softin. Dhe rastin t'ja uroj edhe në juve dhe gjithë shqiptarëve festën e Flamurit, 28 nëntore. Që shunive kërë Është një emocion i veçantë, se me petkën e këtij Flamurit ne kemi luftu edhe kemi pas ëndër tjetë simbol i kombit, valvitet lirë në trevat shqiptare. T'jemi edhe të lirë. Çfarë ndjenje keni në për këto festa? Është ndjenja të përzime, sepse gjatë kësaj historisë tonë, luftës tonë, kemi pas edhe dhimbje, kemi pas krenari, kemi pas sfida, kemi pasur gjithçka sakrificë, kështu që janë ndjenja të përzime, po përgjithsisht është ndjenjë feste. Çfarë thirrje u kishte bërë krejt njerëzit e shqiptarëve për këto festë? Gjithë shqiptarëve unë kisha bë thirrje që të jenë krenar në këtë ditë, ta kenë një festë, një ditë madhështore, një prej festa më të veçanta, që me festat tona të kujtojmë krenarin tonë, të kujtojmë dhimbjet tona, të kujtojmë sakrificat tona gjithë kombëtare, përfshirë edhe popullit gjithë.